Martesa që zgjati vetëm 4 ditë. Historia tragjike e çiftit që humbi jetën në muajin e mjaltit. Motra e nuses rënqeth me mesazhin. Kto supozohet ishin ditët më romantike në marrëdhëniet dhe jetën e tyre. Piloti Kostas Jonesville, 30 vjeç dhe shoqëruesi i atij fluturimit. Lindsay Vogger, 33 vjeç, kishin 4 ditë të martuar dhe pastaj ndodhi një tragjedi. Ata vdiqën së bashku në një aeroplan në muajin e mjaltit. Çifti vdiq në 5 tetor në malet e Colorado. Sipas policisë, një avion privat që ata morën me qira për muajin e mjaltit u rrëzua. Aksidenti ndodhi vetëm 10-15 minuta pas ngritjes. Policia po heton shkaqet e aksidentit. Motra ime bukur, shoqja ime më e mirë dhe nusja adhurueshme vdiq në një përplasje aeroplani me burrin e saj të bukur që i pëlqente të festoj. Shkroi motra e saj në Facebook. Lindsay dhe Kostas u takuan përmes një dashurie për të fluturuar. Ata të dy punonin në kompaninë ajrore amerikane United Airlines. Kostas ishte edhe një instruktor fluturimi. Por fati e deshi që jeta e tyre të mbyllej ende pa filluar.